nuk janë disa, janë 140 është pjesa dërmuese. Veç sa me ditë si fakt. Tjetra ka të bëjë me vendimarrjen. Kolegu se po më vjen keq tash Samiu nuk është këtu, po përmeni që të rregullorën tha muj me te i kalu, ose një vendim muj me te i kalu, ose me ndryshu. Po pikrisht çto kemi thonë, për shkak se po pikrisht se ti po dën me ndrua afat. Ti po dën me shty çtash afat, po tenton domethënë me shty afat me çrregullu krejt planin operacional, vetëm me çdo kusht me shty procesin e votimit përmes postës drejt dështimit. Ju po dën me shty drejt dështimit. Kolegu Nita e përmeni tha kemi marrë një vendim. Po, kolege, keni marrë një vendim, po a diçka bën se më të keqe vendimarrjen e juaj. Fakti që keni pas një raport sekretariatit, edhe dëmshme vendimarrjen e juaj, e keni pas faktin e raportit para se me marrë vendimin nga ana e sekretariatit që nuk realizohet dot ky proces qysh ju po shtyni përpara sepse afatet kohore janë të kufizuara, sepse prap na çon te gjeneza a kësaj. Rregulloria është hartu vetëm për procesin e zgjedhjeve të rregullta dhe për procesin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme krejt dakordim kemi pas që do të po edhe ti e kanë që aty se janë fillimet e para dhe e kemi ratu, aha, mëni me thonë, qysh do një, tash e keni atë mundësi me thonë, bravo ju koft, veç vazhdo një kështu, po nuk mund mu realizu që kjo pjesë e votimit dhe e dërgimit të zarfeve në periudat kur kemi zgjedhje të parakoshme apo të jashtëzakonshme. Për më kthy te buxheti. Po, zoti Amiti, qeveria nuk i ka parat që tu edhe veç mi nxerti, veç tu i dunja 30 milionë nëse desh, ta që dhe po, që tash juve KQZ-s ja vdo 30 milionë. Mu më dëgju qeveria, nuk më dëgjën, më dëgju mu pjesën që po diskutojmë, që është dështim, dhe më planifikim drejt dështimit, unë ato asë i kësha diskutu me ta dërgu. Po në fond, shumë mirë që na dërgojnë, e unë prapë po thonë, dështimi, kush dhe që e shtynë që ta përpara? Unë ku me koni detyrum nesër, sa e ko me dështu, edhe me ju dërgu organeve kompetente, sepse me vetdije jeni të uqu, edhe me e dëmtu paran publike, edhe me dështu një proces dhe me mohu një drejt që i takon mërgatës. Atë dit, raporti akon i qartë para vendimarrjes. Nuk mund të realizohet kjo forme votimit. Me afatet që i kemi, me komunikime që i kemi me kompanit. Prap, po, kom gullni, okej, ja pafshit hajrin. E budgetin, ju keni përfastus të juj, të cilat e kanë pas mundësin, budgetet të cilat ju janë propozu prej qeverise në qumë kuvend me i miratu. Nuk keni dasht. Tash ato parët mi adhon ati, jipën prej qëti buxheti që është tash. Kështu që nëse qëllimi ju me dështu shtetin, nuk kënim jam rrinë. Se tash atje e tentun me dështu. Nuk e më rrinë. I me rrinë qafë qytetartë. Qysh pa dëni me marrë në qafë mërgatën. Po jo me dështu shtetin. Po shqyqër që mediat janë këto edhe me pas çdo sante se cilit. Po, zote Amiti, ju një prej fushës financave. Dhe dini fare mirë në rrethonat ku ndodhemi dhe ku ndodheni, se qysh shkon nxerrja apo sigurimi i mjeteve të një qeverie që çdo herë thoni në detyrë s'kan drejt me marrë vendime, a kur është me qitë të kritikës të një jopë se s'po merë vendime. Mi pas marri vendimet e duara në kuvendin e Republikës Kosovës dhe mi votu gjitha ato obligime, sot buxheti shkon dispozicion, sepse RTK-s nuk ishim, jo po është ndërlidhët, është e vërtet pa janë ndërlidhët se kur tuhet buxheti, duhet me ditë që buxheti nuk marrohet aty me vek. Po buxheti merren parat prej diku dhe vendosen diku tjetër. Kështu që zoti Gashi, çfarë sabotazhe? Jo, po bëj thirrje. Thirrje po bëj që të gjithë ata që për një arsye ose tjetër a dojnë me përfitu përmes kësaj shërbime dështuara
Tash fol ti, do se DXL-i nuk është sekret që njëri prej pronarëve të DXL-it është me PDK-n. Nuk është sekret. Po ti, jo s'është sekret, ata le të deklarojnë. Shkon prokurori për ata. Jo. Veç pak. Nuk është sekret që të njëjtit posedojnë kanë aksionet e Gazeta Express e cila e ka godit KQZ-n kur DXL-i nuk i ka marrë kontratën në zgjedhjet të inkurajoj me shkun prokurori, të inkurajoj me shkun prokurori, se na i kemi shkrimet që ko publike, ti gjone kanë dush, vitçoj. Ti sulmu, vedotimet diaspor. Se komun me ty. Edhe që në fund të fundit, po që ky DXL ka thonë në para 10 ditë, 9 ditës unë i dërgoj. Musum ka thonë kush. Jo të ka thonë, se që kjo është me gënjy publikisht. Raporti, edhe atë raport, duhet me bo publik, dërgonja ju, nuk e dija kanë marrë mediat, shpërndojeni mediave. Le ta kenë edhe mediat, le dije që është një raport që ta përcakton një proces të dështuar dhe ne me vedije duhet me çu drejt dështimit. Për sonën tjetër, e kemi një vendim KQZ-s, që është plani operacional, dhe i ka marrë krejt votat e KQZ-s, e këtu tentohet me ndryshu planin operacional, me hi këtu me bo operacion, edhe me marru Frankenstein, për me mujt me e që për para planin e dështimit procesit të votimit për mes postës. Shkurt për kolegun teme dhe profesionit të zotin Krasniqi. Është e vërtet që bugjeti sashtë gjithmonë këton për këto zgjedhje në shpallë, edhe bugjetet gjithmonë ka në bugjetin shtetënor edhe pjesë të rezervave. Nuk është çështje më gjetë 10 milion. Sepse janë gjetë për çështje sociale edhe ka 25 e ka 30 milion për fushat zgjedhore, për elemente tjera për më bo më nda mjetë. Mjetët për zgjedhje, e në caktuar zgjedhje. Keni donë, apishe, bravo të kohë bre, bravo apishe që për të reganë. Po kjo është një operacion që duhet mu krye. Nuk është çështje gjetja 10 milionëve së gjindën. Ata tjerë që lypin, ata dikush që ka lyp mjetet e veta, sa ato të qeveris nuk janë, të pare janë blell dhe ka. Nuk i ka aja dhe s'janë të veta, ata e më menu. Ato edhe Prishtina që ato që kanë mbjell 28 milion të veta, ti ka pas që s'ja jepte. Veta ti ka pas, nuk e ka qeveris me i gjetë dikun një adhonë. Edhe këtu është një bugjet. Unë thash që është gjatë 6 det, 7 det, sepse nuk është shumë e madhe për qeverin më gjetë. O e di që s'është e thjeshtë. Gjithmonë s'është e thjeshtë. Në dëgjëm. Jo, edhe të këtë debat. Edhe të debati, edhe të 3 milion e 600 mishe. 2 postat kanë dhonë parafërsisht edhe DXL edhe posta e Kosovës që është përndojnë për të njëjtën ditë. Se sekretariati e ka qitë DXL dhe të jetë postës Kosovës. Këto për thanë. Mas të bre, shenë atë raport për cilën për fleti. Edhe njëna post ka thoni bëjnë për 9 det, edhe tjetra ka thoni për 8 det, 9 det. Jënë të para për ta. Pse ta shë njëna post e cila ka 8 euro nuk u hi, sa ka qenë shumë apo hi, tjetra 40 euro, sa që si projekcion. Mëse së është të rajtua pare, veç e qitë si shumë, tani më thonë që edhe kjesë realizohet edhe më po zhurma për atë 3 milion e 600 mishë. Kështu, absolutisht se pretendim, pse është planifikuar, po në veçam, ata kanë planifikuar planifikimin, nuk është shpenzim. Jo, po dhani shpenzohen, shkojnë nuk shpenzohen, janë planifikuar, doan kthehen nëse shpenzohen, se kërkush se bën krimin, ose si keq përdor në një element që s'kryhet punë. Kaq janë. Me kaq përfundojmë të diskutimet lidhur me rekomandimin. Unë përdu me hedhë në votim rekomandimin, është propozimi edhe Albanit mi nda, po me qenë se rekomandimin nga sekretariati është një, ju keni kontestoni vetëm njërën pikë. Unë e hedhë në votim rekomandimin si tërsi, ndërsa e bojmë konstatimin. Po e kemi, Alban, e diskutuar. S'kom reagu herën e parë kër e kanë kërku kolekt, e kanë kërku këtë tike vendos, kjo është pas çështje më teknike, ajo çështja e buxhetit është teknike, po është e rëndësishme, sepse këtu bëmi
pjesëmarrës në diçka që unë nuk du më konë pjesëmarrës. Të mahershme janë konë dy Kur e ndonë kemi ma që s'kanë qenë pjesë përbërëse Veç e e ndonë edhe kur rekomandimit, çdo tjetër. këtu e kemi është pjesë përbërëse e rekomandimit 1 pikë. Dhe thot, pajtoheni me 1 pikë ose nuk pajtoheni me 1 pikë, po në rekomandimin unë e hedh në votim në tërësi. Me qenë se përfundon diskutimet, kush është për miratimin e rekomandimit në tërësi, kundër apo abstenim? Kundër, do të thotë ju veç pikën 3 nuk e votosh. Do më thonë, unë jam për miratimin e rekomandimit pa pikën 3. Edhe këtë, zoti kryesues, këtë formë gjusore të shpërfaqjes mund të bëni lehtë. Kush është për rekomandimin e plotë dhe kush është kundër? Ne jemi kundër pikës 3. S'kemi kur gjë. Këtë pika tjera... Është Ali Hoxha Alia. Do më thonë, kundër pikës 3... Mirë, do ke e qartë, po mdo këtë edhe për media dhe për proces verbal, është shumë e qartë që 4 janë kundër pikës 3, ndërsa për të rekomandimin jemi 7. Kalon rekomandimi, vazhdoj me pikën e radhës Arjanit. Faleminderit kryetar. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka shqyrtuar rekomandimin nga sekretariati për specifikat e shtypjes së fletvotimit, broshurave dhe listave të votuese. Keni të parapara në kuadër të dokumentit pra çështjet kryesore që rregullohen përmes këtyre specifikave, që në kupton format e materialeve zgjedhore, kushtet teknike, çështjen e paketimit, transportit dhe kontrollit të cilësisë. E po ashtu edhe masat që duhet të mirën lidhur me identifikimin e fletvotimeve me vendvotim. Pra ky është ndryshimi vetëm në kuadër të këtij dokumenti që është bë ku si kërkesë ka qenë edhe vendosja nga sekretariati në këtë rast, vendosja e QR kodit në secilin fletvotim në mënyrë që të identifikohet qartë fletvotimi gjatë shtypjes se ai takon një vendvotimi apo jo. Bëhet fjalë për 1.840.000 fletvotime që do të shtypen, 13.500 broshura të kandidatëve për Kuvend të Kosovës, mesatarisht 5 për vendvotim, si dhe lista votuese, 2.700 lista votuese që do të shtypen, që të shpërndahen në secilin vendvotim. Rekomandojmë që këto specifika të miratohen. Faleminderit. Faleminderit kryesues. Kolegë, kam pyetje veç për sqarim. Në faqen 21 e keni bë sqarimin e detajuar të gjitha shenjave, gjërave që janë në atë nënshkrimeve, listave në nënshkrimeve. Kjo thotë është faqja e dytë. Së dia po ta çet ty 21. Po. Jo, këtu ne kam një pyetje, i keni sqaruar domethënë gjitha fjalët, shifrat që janë në listën e nënshkrimeve. Po në faqen e dytë. Po. Keni të hapur? Po. Me një vend se Do faqen 22. po, jo, atë jo 22 është. Nuk ka më rëndësi. Po, faqja e dyta, po. Nuk ka më rëndësi. Unë e kam për sqarim. Këtu keni shkruar, keni bërë sqarimin numri i regjistrimit. A është numri i regjistrimit a numri personal? Numri personal. Faleminderit shumë. Numri personal. Po, jo e përmirësoni atë. Edhe kam të kjo është faqe 24, është mostra e listës së votuesve me kusht. Edhe janë vetëm 4 rubrika, numri rendor, emri, mbiemri, nënshkrimi. Po thuhet, domethënë, votuesve me kusht pa të dhënat të votuesve. Tash kush ka më në shkruaj këtu? Votuesi apo asistuesi? Jo, kjo lista votuesve me kusht është domethënë jepet emri, mbiemri dhe nënshkrimi. Ndërsa zarfi i votimit me kusht, kur voton votuesi me kusht, zarf të votimit me kusht janë dhënat personale të votuesit që shkruan. Çështja tjetër është. Kjo është vetëm evidencë e mbarvajtjes domethënë personave që votojnë në vendvotimin me kusht. Kjo është faqe e librit votimit. Kjo është
mos të listës votuese me kusht, për vend votimet me kusht. Okej. Po. Okej. Se unë se kam pa do më thonë tabelën e librave të votimit, nëse ka pas si janë regjistru fare në disa komuna, po ajo ka kalu, nëse ka kalu është çështje tjetër, dikush tjetër do të më. Po unë mendoj se duhet të jenë rubrika, do më thonë, me numrin personal të votuesit edhe numrin personal të asistuesit. Është pjesë e shqyrtimit në pikën e radhës, nëse zgabojt forma dhe formular zgjedhore. Okej, faleminderit shumë. Libri i votimit aty që Faleminderit shumë. Alban? Po kryetar, në faqe 15, afatet që janë përcaktuar, po du me ditë nëse janë në kundërshtim me afatet që i ka miratu KQZ-ja. Faqe 15, nëse keni idea se afatet kohore për shtypjen, paketimin dhe transportin e materialeve, në këtë rast edhe të flet votimeve. Kryetar, veç për djenin tuaj, periudha votimit përmes postës fillon me 12-12-it, pra me 12 dhjetor. Ju do të jeni garanti i respektimit të kësaj date. Kjo datë tash është bërë publike gjithandej. Çfarë do tentimi me ndryshu këtë datë, apo me fut aktivitete në kundërshtim me këtë datë, unë mendoj që do t'jenë të papranueshme edhe të mos kalojnë në përmiratim nga ona e KQZ-s. Le ta jep sekretari apo le ta jep edhe departamenti për kac konfirmimin që në këto data nuk preket data 12 dhjetor, kur fillon periudha e votimit përmes postës, atëherë ne jemi edhe në rregull që të vazhdohet, po me një konfirmim që këto afatet e përcaktuara nuk e prekin afatin e përcaktuar kohor nga KQZ-ja, afati numër 78 në renditje, që është periudha votimit përmes postës, që është 16 ditë dhe fillon nga 12-12 deri 27-12. Mund do të me ditë këtë konfirmim me pas, para se me qu çfarë do çështje përpara. Unë pajtohona sepse është një plan operacional, po plani operacional faktikisht është bën ndeshme rregullore, është miratuna, duhet me ditë. Ne duhet me bërë përpjekje deri në ditën e fundit që krijohen kushtet dhe sekretariati bëhet gati për mi dërgu fletbotimet secili qytetar i cili jeton në Mergat. Pa çka që uroj që të gjithë vinë me 28 dhjetor edhe të votojnë fizikisht këtu. Por plani operacional mendoj që nuk guxon ta cenoj rregullore në fuqi sepse nuk e ka atë fuqi si dokument. Dhe në këtë zhvillim, sekretariati është i obliguar të respektojë rregulloret fuqi edhe planet të shtypjes apo përgatitjes së fletvotimit edhe mënyrës edhe kohës kur duhet me dërgu në diasporë. Nëse dikush qet një afat, nëse këtu thet dërkimi i fletvotimeve në përfaqësi diplomatike 15-16. A është fjala për fletvotimet që kemi dërgu për votim në fizik, po. Qa ndodh me fletvotimet, kur ato fletvotimet që po shtyhen përpara me u shtyp, kur pritet me u dërgu, edhe a dërgohen para datës 12 dhjetor, dhe janë të përfshira në këtë. Dhe nëse janë të përfshira në këtë dokument, le të shkruhet që në këtë dokument nuk janë të përfshira dhe me atë plotësim, pastaj muj me ecë përpara. Por jo me mjegullu në mënyrë që pastaj me pas të paqartë, edhe më çu kolegë më zanej me thonë, jo po se na u morën vesh, se këtu tashmë profesionalizmi ka ra për tokë. Kështu që se besueshmëria që më është aq larg edhe mo nuk ekziston mes nesh realisht.
kryetar këta kemi pasur edhe diskutim në mbledhjen e Këshillit për operacionet zgjedhore. Edhe kemi sqaruar aty që data 12 dhjetor nuk arrihet. Dhe me thonë shtypja dhe arritja plotëtimeve në depon e KQZ-s sipas afateve që kemi vendosur në planin e kohët të aktiviteteve është data 16 dhjetor. Dhe me thonë 4 ditë masi që ka përfunduar periudha e votimit përmes postës. Votimet jashtë vendit apo pritu pak më herët. Po na po folim për një plan operacional që është i miratuar në KQZ. Nëse KQZ-ja vendos me ndryshu datat, atëherë është vendimarrja e KQZ-s edhe ne si sekretariat patjetër që obligohemi me i respektu ato vendime. Po ne po folim për një vendim të KQZ-s që realisht janë 2 vendime, po kanë të bëjnë me planin kohor të aktiviteteve, ku periudha e votimit përmes postës fillon me datën 12 dhjetor. Dhe mbi bazën e planit kohor të aktiviteteve, po them edhe një herë që shtypja dhe arritja e votimeve në depon e KQZ-s sipas avateve planifikuar të jetë data 16 dhjetor. Këtë kemi sqaruar edhe në mbledhjen e kozit në Këshillit për operacionet zgjedhore, e cila është mbajtur sot në orën 10 në këtë sallë. Edhe një zgjidhje, po më duket është me shortin më bu më herët. Edhe më printu pjesa për votim jashtë vendit më herët edhe më arë për në datën 12. Nuk ka, sipas meje s'ka zgjidhje tjetër. Duhet me intervenu në planin operacional. Për ndryshe, shtyhet çdo afat shtyhet. Se pas në dhes, sa për sqarim, tash këto flet votimet që po mendohet me u shtyp më herë, a janë të njëjta si kur këto në Kosovë, apo? Sigurisht e ka thënë kodi që formati është i njëjtë. Formati për mbajtja është e njëjtë. Vetëm dallon te aspekti të elementet e sigurisë që nuk i ka shtesë, po më nuk i ka ato që ai përmban flet votimi mbrana Kosovës, për shembull nuk e ka vuljen e ka të printuar aty, po më dallojnë çto, po për ka formate dhe përmbajtja është e njëjtë flet votim. Thotë veç vend votimi. Jo, unë e kam tash qartë, por të vetë që keq një. Tash. Po që do të bëjmë të kretarëve Shkurt, edhe të qartë me thonë, po që... Jo, lirisht, ta me qenë se more fjallë. Edhe njerë po thamë, me 12 dhjetor fillon procesi i votimit përmes postës për Mërgatën. Kënej në servohet një plan që është në kundërshtim me një vendim të KQZ-s. Andaj, unë mendoj që këto dokumente në këtë formë duhet kthehen, duhet revidohen edhe datat që vinë data që janë përputhje me afatet që i kemi para po. Nuk kem kohë me këtë për gjohë, nuk kem kohë. E qysh kem kohë me shkel ligjin tash me vrasësinë e votës, qysh, atër qysh. Unë ta kërkoj ty me respektu qëtë pjesë. Unë vetë që ta kërkoj prej teje, ti e ke votu gjithashtu, gjithë e kena votu, respektoni këtë pjesë. Ju e keni përpunu. Po mirë, ta sha, po më nënë që qaj e problemja, kryetar me 21 po thët që të vinë flet votimet. Me 21 flet votimet për mu dërgu, me 16 vinë, me 21 fillojnë me uqu dhe mund me mri flet votimet e para në verzionin më të mirë. Të parat. Po së është procedur, beti du të mi vetë këta edhe du të mi vetë vetën kolegë kër e kena marrë vendimin, ose keni marrë vendimin, pa i këqyrë që të afate, ata në thështin që zbohët, që atërë është dosh me minu që zbohët, që atërë kom po që zbohët. Sepse unë di që nuk bëhet që prej fillimit, sepse në zgjedhje të jashtëzakonshme, as një vend normal, nuk shtin flet votime originale me që dikon. Po përdorët që kje metodë që kena përdorë, apo përdorën dhe metoda tjera që janë ma të avansume që ne s'kemi mrinj atje, që është votimi elektronik. Po jo kurse si kjo formë që na qënë në dështim, se po të mrinj me 12 dhjetor, hajde bëne me 12 dhjetor, se qa është koha minimale që do të me pas një votus për me votu. Ku i mrinë ati në Amerikë me 12 dhjetor. Ati në Amerikë i mrinë mas zgjedhjeve. Ati në Australi i mrinë mas zgjedhjeve.
krejt vendet që janë në cept Evropës, në Suedi, ti mrinë mas zgjedhjeve. Mas zgjedhjeve mrinë, e merr mas zgjedhjeve. Edhe që kjo qaj shpenzimi që unë po thëmë që ndodhë, pra kena me pagu një kontraktor për shërbimin e cili e ka zero vlerën. Sepse procesi zëdor përfundon, e onën tjetër ti që atëherë u dërgon njerëzve zarfet. Kuptoni, kjo është... Cilat janë gjasat për shkakun që nesër të certifikohen subjektet politike, ndërshpejtohet për 3 ditë tërheqja e shortit, edhe me qenë si ju thatë me datën 16 që shtypen pletë votimet, domethënë që të shkurtohen për pak maksimalisht sa është e mundur për pak ditë. Që tani na, unë e kuptoj për shembull edhe shqetësimin edhe përcaktimin edhe intencën që me shku pletë votimet tek secili votues. Mirë po, operacioni është bukur i komplikuar na edhe në votimet lokale ka pas mira vota që fatkeqësisht nuk kanë rritë votues. Po megjithatë, domethënë ne kemi kaluar një proces zgjedhor. Duhet pas parasysh edhe afatët e shkurta, edhe kohën për shembull kur janë shpallë zgjedhjet. E di që zoti Kurteshi thotë për mua është data më e përshtatshme, mirëpo është data më katastrofike e mundshme sipas meje me datën 28 dhjetor, sepse shumë institucione që merren me aspektin e votës me post, domethënë ato ditë janë pushim edhe është bukur problem me mri afatët. Tani mendoj që ka hapësirë për shembull me u kthyer dhe me shkurtu maksimalisht afatët sa është e mundur në mënyrë që të mos e rrezikojmë edhe votimin e votuesve në diasporë. Po, mujna më mbledh sot kur të doni me shqyrtu rekomandimet e zyrës, përveç subjektit politik nisma që ndë nuk e ka përmbush kriterin e mbledhjes së nënshkrimeve në bazë të rregullorës. Tjerat janë të gatshme, unë më pasoj me mbledhje me ja dërgu në email edhe mujna me majt mbledhjen e KQZ-s mas një ore ose 2 kurdo që jo e konsideroni që mundi me lexu. Dokumenti është i lexueshëm, i ka 5-6 faqe, ka edhe dhëna tabelore, kështu që nuk ka tekst shumë. Sa i përket shortit, është vendimarrja KQZ-s, në KQZ ka marrë një vendim që shorti do marrë me 8-in, po ju jeni autoriteti që mundi me ndryshu këtë datë, së është datë operacionale dhe po gjithmonë do të me pas parasysh edhe aspektin e ankesave që mujnë me u parashtru në pëzapa dhe supreme, që prapë nuk ta mundësën me mbajt shortin mrena kësaj jave, po është hynë prapë për datën 8 ose 9, varësisht që është parashtrohen edhe ankesat lidhur me, që mund të parashtrohen lidhur me certifikimin e subjekteve politike. Se kur i kemi vendosur datat na këtë këto afati kemi diskutuar bashkarisht. Edhe sekretariati nuk ka qenë për këto data që janë vendosur. Ty e pas parasysh periudhën e ankesave dhe shortit. Do që të dhënë me pas parasysh. Po, mbetet pa certifiku, si thash më herët, ka pas edhe sot subjekte politike që kanë paguar gjoba të papaguara të shqiptuara nga PZAP-ja, ka pas edhe tje, ty përfshi dhe subjektet e mëdha të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Ndërsa vetëm subjekte politike nisma socialdemokrate i ka kryer gjitha obligimet e ka pagu taksën e certifikimit, po ka probleme listën e nënshkrimeve, të cilat duhet të plotësohen nga subjekti politik, në mënyrë që t'i plotëson kriteret për certifikim pastaj. Që kjo ka mundësi për shkakun që edhe nisma mëra ditës nesër me t'i plotësoj këto. Po ne kemi folur me përfaqësuesin autorizuar të subjektit politik, personi kontaktues, edhe i kemi jap një afat që deri nesër në orën 12 me mbledh nënshkrimet, meqense se mbledhja e nënshkrimeve është pak aktivitet edhe në aspektin e terrenit, se duhet me dalë me lista, me mbledh nënshkrimet e mbështetësve, në mënyrë që me u përmbush pastaj nene 2 i rregullorës numër 4 për 2024. Ta kem përsëri. Tash po kërkohet, do të thonë, edhe një me u ngjesh edhe pak të afat. Veçun po du me di çka fitohet me ngjeshjen kjo i bjen sikur borën kur e ka, bora kështu është e qeshme, kur don me bën një top e ban ngadalë.
Po kur është shtyp tepër, ajo deformohet krejt, këtëm për pjetë, poshtë dhe deformohet. Edhe unë po frikohem dhe duhet me sqaruar. A ka ndonjë deformim që i pengon proceset nëse ne bëjmë edhe një ngjeshje. Përveç asaj ngjeshje që është sipas ligjit për shkak të zgjedhjeve të parakohshme afateve, se këto afate janë të shkurtuara gjitha. Tash nëse edhe një ngjeshje bëjmë të afateve, a ka me pas një deformim dikun? Deformim për e quj dhe më thonë, naj problem, naj pengesë që ka me në dalë mandej është e pasgjithshme. Faleminderit. Deformim në proces nuk e besoj që mundet me pasën. Përveç që të afatin pak e prolongon edhe çështja e ankimimeve që ndodhin në Pëzapa. Po prapë po them edhe nëse shorti madh brenda kësaj jave, mandej na kena procedura të prokurimit që do të më i zhvillu për shërbimet postare për me realizu. Tash a kemi operator që hynë edhe aplikojnë për këtë proces për me kry këto shërbime. Ta në nuk mujna me ditën tash për tash. është çështje qushata po kështu veç të çështja e shortit duheni me pas parasysh periudhën ankesa. Në Pëzapë, eventualisht pastaj edhe në Supreme, e cila shtyn edhe më shumë afatin çështja e vendimarrjes. Me pare jo serioze, kështu në mbledhje, me filluar me diskutuar, në këzë e bona qartë këtë punë, aty ku diskutohen këtë çështje, sekretariati edhe departamenti përkatës që është për këtë pjesë i dha përgjigjet e tij, mbi mundësinë që sa herën të thonë që para datës 21 nuk bëhet kjo punë. Ju tash nuk e di këto planet të këtu përktushme për tentu për të nxjerrë afate ku nuk mund me nxjerrë afate, se ne i kemi shtrydhur këto afate mjaftueshëm kur i kemi diskutuar. Për t'ju dhënë hapësira afateve që kanë të bëjnë me qytetarët, me drejtën e tyre të votës. Nuk mund tash edhe me minimizu edhe me deformu, për natyrisht me deformu këtu për këtu, me diskutu një afat, ta nali mos ta lojmë me tetin. A e the që një subjekt ende si ka dërgu dokumentet. Tash shtot pyetja, me do dhe një subjekt për aty që ta duhet me prit, a duhet me komuniku me subjektin, edhe me po, edhe me një procesi qysh i takon me i fut procesit të shqyrtimit dhe certifikimit të subjekteve politike, sepse pas ka dhe tjera që në farë mënyra të afatin formal e pas kanë kalu në këtë aspekt. Të gjitha e pas kanë kalu. Se ty se po flasim për kështu ka njerë për respektim reguloresh e respektim të kësaj e të asaj, po kur është qep të subjektit politike në shumë gjeneroz. Kur vjetë të qytetarit e mërgata, veç sa ma shumë e ngushtu, sa ma shumë e pamundsu. Ne po themi këtu që afatet janë qysh janë, edhe po e shojmë që e cenojnë rënd të drejten e mërgatës për me votu, anën tjetër e kemi hap një mundësi tjetër atje për me votu fizikisht përfaqësi, edhe atje qohen ankimojnë edhe tentojnë me ngushtu, po kjo është e hapur një tendencë me pamundsu qatë formë votimit. Nuk ka tjetër sanë, nuk ka tjetër gjonë, edhe nuk jemi gatshëm në sot në mbledhje këtu, derisa ose hajde gjithë në kozë, edhe dëgjoni, prej tjerëve që shi kemi dëgju për para antarët e departamentit shërbimit votues të të kohë dhe teknologjisë informative zgjedhore, që ta merrni për bazë ato çka kanë thonë në raport. Nuk mundesh me shty, nuk mundesh me ngushtu këtë afat. Nuk mundesh me pretendu që kemi adol për 3 ditë me ba kontrat me cilën do kompani. Me cilën ti kemi funksionu me afatin 12 vjetor. Nuk mundesh flet votimin me shty me çdo kusht. Nuk mundesh, se mund një ditë eventualisht mund e pështon, maksimalisht. S'kime mujt me mëri, afatet s'mon mi prejudiku. Në maksimum jemi mundu me konë shumë të ngusht në afatet e si me thonë, nëse Supremja kemi pretendu e bjenë, në kaq datë, afatin qatë ditë kemi parashku një aktivitet. Është vërtet. Por që kemi po mrena për mrena. Është e pamundshme me... Budget s'ka, cënohet edhe kjo... Buxheti nuk ka lidhje me këtë punë, sepse aktualisht ti tash e kalove këtë pjesë. Tash e kalove, dhe para se me mritë buxheti, janë një numër i madh i aktiviteteve që kemi ndërmarrë, se buxheti deri çtash as që ke problem.
Edhe s'besoj që ka me konë, absolutisht. Po kanë me konë të pamonshme operacionet që për arsye kohore dhe të ofruzve të shërbimeve që cilat ju marrin kohë me mujt mi kry. Do të më bind që ta, ma mirë sot më bind, e me ndërmarrë veprime qysh me gjithë zgjidhje, se sa me shku drejt një dështimit planifikuar. Por nuk pajtuna që me ngrit kështu tema brenda mbledhjes në raport me çështjet këtë rast se kjo e certifikimit ashtë subjekte politike, me qenë se, po, jo, kështu prej gjithve, e kam jo në raport me ty, po, si debat, se du të më ndalë që në start debatet kur janë jashtë rani ditës, pra diskutimet. Edhe kjo është dashtë më ndalë që në fillim, është çështje që muj me trajtu si antar. Nuk po du me zgjatë matutje, mirë po, çfarë do lloj forme që mujna me lehtësu diçka edhe për sekretariatin, edhe për KQZ-n në kuptim të planifikimit të aktiviteteve, aq më mirë. Atë kur dolet vjen diskutim në këshill të operacioneve zgjedhore edhe në tek të ndryshmet kur diskutohet në mbledhjet të KQZ-s. Në raport me afatet të planifikuara në kuadër të këtij dokumenti që e kemi para vetes, këto afate unë i kam zonë për të madhe për faktin që i pash me në këtij dokumenti, sepse mendoj që janë mes operatorit edhe menaxherit të kontratës. Pra kur operatori e dërgon një listë afate, thotë këto dhe menaxheri duhet m'ia konfirmu, apo kur menaxheri i vendos si kërkesë në raportin e tar. Pra nuk janë të mjaftueshme kjo për neve, për antarët KQZ-s, tash me i pa aty a një ditë ma ne, a një ditë ma kënej, çështja e paketimit, transportit, bartjes, ato këto. Unë i zo për të madhe që në kodër të këtij dokumenti, pra dhe nëse ka kërkesë për mi largu në tërsi këtu, pajtona i largojmë tërsi këto afate kohore, edhe i alojmë në diskrecion atij që negocion këtë rast kontratën me operatorin për planifikimin e aktiviteteve, çashtu qysh është e parapame në planin e aktiviteteve të miratume në KQZ. Pra s'po them kur gjë ndryshe. Qysh është miratume në planin e aktiviteteve të KQZ-s, dokumentit që po i referomi tankuar, në ato do të jetë përputhje njëjtë edhe secila specifik, secila kontratë, secili gjë që diskutohet me operatorët ekonomik duhet të jetë konform rregullave edhe konform planit të aktiviteteve që kemi miratuar si KQZ. Jashtë asaj nuk pajtohen. Prandaj janë çështje që janë në diskrecion të administratës, sekretariatit për me i bo me operatorin. Prandaj, po them, këto tash vetë si antar, po rekomandoj që tërhiqen në tërësi plani i aktiviteteve i planifikuar për negocimin e kontratës me fletvotimet. Gjitha kërkesa tjera që i kemë, miratu në këshillin e operacioneve zgjedhore të jenë si ajo masa e sigurisë, çështja e barkodit për me identifiku fletvotimin me vendvotim. Faleminderit. Kjo ka qenë arsyeja pse nuk e kemi votu në këshill të operacioneve zgjedhore. Pikërisht për shkak të afateve që bin kundërshtim me planin kohor, planin e aktiviteteve. Andaj po, nëse ka pajtueshmëri mi heq këtë planin pra 10.10, afatet kohore, të cilat realisht pjesa dërmuese e tyre janë të vendosura në aktivitetet që janë në dokumentin që kemi miratu, atëherë është në rregull dhe ecim përpara. Apo pajtoni gjithë edhe të ecim përpara me miratim? Pa datat mandena e këshyrin këta të me kontratë? Hiqet Kur respektojnë ligjin, rregullat zgjedhore, planin e aktivitetet miratuar te KQZ-s, kaq. Pajtoni? Po hiqet faqe 15, ecim përpara. Mirë, nëse ka pajtueshmëri mi largu dhe mandena sekretariati këto mi bo me kontratë edhe mi rregullu, atëherë kë i kemi për, e hedhëm votim, duke i largu datat, kundër apo abstenim? Marrë vesh kur gjopit. Një abstenim.
Kalon ta shtypja bon flet votime për Tomovi, do të çojë dorë. Çojë dorë për Tomovi. Vazhdojmë Arianit me pikën e radhës. Faleminderit. Kryetar, Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka shqyrtuar edhe formular dhe format zgjedhor që do të përdoren, pra i keni si mostra në file server, të cilët do të përdoren për zgjedhjet parlamentare. Bëhet fjalë për format dhe formularet për votimin me kusht, për përfaqësitë diplomatike të rregullta dhe votimin me nevoja të veçanta. Këto janë si mostër dhe si përmbajtje se çka do të përmban secili formular dhe secila formë zgjedhore, edhe ajo çështja e votimit me asistencë që u ngrit do të reduktohet nga 20 numri i votuesve me asistencë që mund të regjistruohen në kuadër një vendvotimi në 15 dhe po ashtu ndryshime kështu teknike tek formularët zgjedhor në raport me tabolimin e rezultateve, me vendosjen e rezultateve në kuadër të atyre formularëve, subjekte politike që kanë aplikuar e 24, që lehtëson këtë rast në raport me 9 shkurtin prej 28 që kanë qenë në 24 subjekte, pra është pak më e lehtë dhe më e thjeshtë edhe për komisionerët që do të jenë të angazhuar qoftë në vendvotim, qoftë në qendra komunale të numërimit për të vendosur rezultatet dhe të jetë qartësisht që të shihet nga të gjithë. Një ndryshim tjetër detaj është ajo i raundit të dytë të zgjedhjeve që kemi vendosur çështjen e numrit të vota me asistencë në librin e votimit, ku do të jenë të përfshim në faqen kryesore se sa votues janë me asistencë për secilin vendvotim, pra do ta kemi si statistikë do të dhënë që në ditën e zgjedhjeve e nuk do të presim për analiza edhe cilat mund të jenë pastaj të kuptueshme për sekretariatit, po parimisht do t'i dimë që në ditën e parë se sa është numri i votuesve të tij. Rekomandoj që të miratohen në tërësi. Faleminderit Arianit. A ka dikush diçka lidhur me këto formularët? Ju tash ose keni thënë se Hedhë në votim kush një është. media e Serbisë me emrin Klan ki shkruaj që unë ju më shfryj për parë, Mirë. Jo, zoti kryesues, që tu në qetëso ka mjetet të Serbisë, një mjet me emrin Klan, që sa jemi ne në ledhje, shpërndajnë shpifje edhe jo vetë shpifje, po thyrje personale. Vetë që ta dhe, është një medium sërb. Nëse s'ka dikush diçka lidhur me këto, e hedhë në votim formularët zgjedhore. Tash e parë. Kush është për? Atëherë gjithë jemi për. Vazhdojmë pikën e tretë, Arianit. Faleminderit kryetar. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore po ashtu ka shqyrtuar rekomandimin e sekretariatit për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve. Bëhet fjalë për 238 persona të nominuar nga subjektet politike, nga 15 të tilla, të përfshira dhe të ndarë në komuna të ndryshme, varësisht prej përfaqësimit që ka në Kuvendin e Kosovës, por edhe në Kuvendin Komunal, por edhe me numrin e popullsisë për secilën komunë. Pra ky është numri, 253 zyrtarë janë gjithsej bashkë me zyrtarët e sekretariatit. Rekomandoj që kjo të miratohet. Faleminderit Arianit. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Nëse jo, hedhë në votim kush është për? Po, Sami. Me gjatë unë du me shpreh qëndrimin të vazhdueshëm. Kudo që ka antar të listës sërbe, e tash po them edhe të një subjekti tjetër, të një kandidati që strehohet në Serbi, nuk vjen për përgjegjësi para institucioneve të Republikës Kosovës, nga subjekti Srpska Demokratja, unë votoj kundër. Mirë. Na votum një herë, veç kush është për nominimin për e votum një herë me vrejtit nga po për gjitha për, okej, mirë. Shumë edhe kjo pikë kaloj.
Vazhdoj me pikën çështje ligjore, zoti Hamiti. Faleminderit kryetar. Në mbledhjen e 13 të Këshillit për çështje ligjore e kemi trajtuar kërkesën e zyrtarit komunal ekzekutiv zgjedhor në Kaçalik, që ka pru një kërkesë për një zavancën nga subjekti politik PDK, Besim Ilazi jep dorëheqje dhe në emër tij emërohet Blerim Hoxha, antari i Kuvendit Komunal në Kaçalik. Ju përmbush të gjitha kërkesat ligjore. Faleminderit zoti Hamiti. Nëse s'ka dikush diçka, hedh në votim, kush është për? Atëherë me raftohet kjo zëvendësim, a ka dikush diçka në të ndryshme? Po, Arenit? Ndoshta është mirë me u taku pas mbledhjes së KQZ-s për çështjen e afateve për certifikimin e subjekteve politike, edhe ditën e shurtit. S'ki nevojë se i hoqe. Çështje tjetër, zoti kryesus. Kam edhe një çështje tjetër. Gjatë ditëve të kaluara ka pas ndërprerje të sistemit në tërësi. Unë kam marrë shumë mesazhe, po sinqerisht nuk i kam ditë as arsyet, pa as kohën. Kam bisedu me udhëheqësin e IT-s këtu te ne, edhe del se kanë qenë dikon 18 deri 20 orë ndërprerje të sistemit, gjoja ka agjensioni ASHI-ja, agjensioni shtetëror i informatave, çka është ajo, ka bu riparime, ku di unë çka. Po njerëz votues nuk kanë mujt me u regjistru. Përveç asaj që kanë ndonjëherë problem me kodin për shkak ngarkesave, por nuk kanë mujt me u regjistru. Unë megjithatë mendoj se ne si institucion që marrim vendim për këtë çështje për regjistrim, duhet ta kemi parasysh këtë fakt, ata pa fajin tonë kanë pas këto probleme, prandaj unë mendoj se ne duhet të zgjasim afatin e regjistrimit për aq orë sa ka qenë i ndërprerë sistemi. Faleminderit. Faleminderit. Dikush diçka tjetër në të ndryshme? Jo, atëherë me kaq etap për mbyllim takimin. Gazetar, vërtet atje nuk kanë drejt me dy këtu. Përfundimisht, ne jemi marrë vesh. Këndi i mediave është atje, as që pendoj kërkush, po hyni, po i... Jo, shpikje po bojnë. Po i shohin dokumentet, po kshyrin kompjutera, edhe mandej që Plan Kosova si media service ka bërë këtë punë. Tash, ju lutem, këndi i mediave është atje. Ju lutem, këndi i mediave, ju lutem, këndi i mediave është atje. Largonu, zote, ju lutem, këndi i mediave është atje. Largonu. Ju lutem, këndi i mediave është atje. Ju lutem, zoti Zëvendës. Ju lutem, jam në një vi njerëzit që nuk kuptojnë gjërat këtu. Ju lutem se po bëjnë shpikje poshtësi shumë të madhe. Jo, vetëm kur dulni, në anën tjetër liçi nuk e lejon të fal, hey, hiç s'u të formit. Lutem, ullu vendin tonë edhe mos deli. Lutem, hiç s'ka asnjë pyetje për shkeljen e çdo kohë. Jo, cilë është ajo? Ama cilë? Jo, zësni, këndi media vështito, këndi i përgjithësosur. Respektoni një kod të mirësjelljes që nuk po e respektoni fare. Ju s'keni drejt me marrë pamje afër aty. Që ku e keni këndin? A ju pendoj dikush dhe ta? A ju ka pengu dikush? Jo,